Jam i mendimit që do të ketë rishikim të raportit tonë me Serbi dhe rishikim të dialogut. Dialogu është vetëm një instrument i politikës jashtme dhe mendimi im është që ne duhet të ndërtojmë një politikë më të zgjerë në disa nivelshëm në raport me Serbinë. Do të bëjmë përpjekje maksimale kudo ndërkombëtarisht ta izolojmë Serbinë apo të parandalojmë goditje nga Serbia në raport me shtetin e Kosovës dhe me qytetarët e Kosovës. Por ne kemi një qartësi të plotëse si duhet të silmi me Serbinë. Natyrisht që Serbia po e keqpërdor Interpolin, po e keqpërdor dialogun dhe për neve situatat të tilla janë të papranueshme. Në fakt njëse nuk vazhdohet dialogu cilin ka met në gjysmë, se ka ngelur diku në them në për shkak të mos realizimit të plotë të marrëveshjeve, por është çështje një temë konkrete rreth asaj se çfarë pse po ndodh ky tensionim i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, dhe duket që BE-ja dëshiron ta ndërmjetësoj këtë proces duke ngritur më në nivel të presidentëve për dëshmuar që ata të heqin dorë nga diskurs i dhunës ose thirrje vendohale edhe për ndonjë luftë që ne kishim edhe nga ana e president Nikolić. Unë nuk e shoh këtë tendencë vazhdimësia e asaj ku ka mbetur, por e shoh sikur një rast i ri, një ngjarje e re për një tematikë caktuar, jo pse s'po zbatohen marrëveshjet, por në fakt çfarë po ndodh me raportin Kosovë-Serbi dhe pse është tensionuar kaq shumë situata. Që ne të hyjmë në këtë proces dialogu sa ti normalizojmë raportet. Dhe më pas mendojmë për ndryshimin e formatit që mund të jetë në nivel të presidentëve për të arritur pajtimin. Po kjo nuk duket asgjëkondi, nuk jemi në stad për të thënë që tash duhet të ndrojmë në nivel të presidentëve sepse jemi në fazën e pajtimit. Jo, ne në fakt jemi në fazën e mëkesës që kemi qenë para se të fillojë ky dialog. Situata është e tensionuar dhe raporti reciprok po del që është kogjo i tensionuar. Dhe si tillë, nuk është koha që ne ta ngrisim në nivel të presidentit sot dialogun, çka na duhet neve na duhet një auditim i brendshëm, them një revizion i krejt kësaj që kemi bërë deri sot. Edhe për t'ia sqaruar vetës dhe për të pas plane strategjike të Kosovës, a jemi në rrugë të mbarë në këtë proces apo jemi tu i shkaktuar më shumë dëm e vendit se sa progres. Dhe kjo duhet me një konsultë të brendshme, përfshirë shumë faktorëve. Jo duke na ftuar BE-ja, po ne duhet fillimisht të kemi planet tona dhe më pas të jemi të gatshëm të shkojmë atje. Unë nuk e besoj që në këtë fazë Kosova është mirë që ta ndrojë formatin e bisedimeve dhe të mrrinë në nivel presidentëve, sepse ky president ka qenë kryeminist dhe ky president ka filluar dialogun dhe me këtë personalitet ne i kemi pothuajse këto marrëveshje i kemi produkt të këtij personaliteti. Dhe si mund t'i besojmë ne që vetëm me ndërrimin nga posti i kryeministit në postin e presidentit mund ndryshoj qasja? Absolutisht jo. Unë mendoj ajo është për konsum ditor politik. Nuk është qasje pragmatike. Dhe jam i sigurt që po të ishin ata në situatë të tillë ose nesër nëse do të vinë, nuk do ta ndërprin dialogun asnjëherë. Cila është kërkesa e drejtë e tyre është që ne duhet ta rishikojmë këtë proces.